Aksioni nuk për prishjen e ndërtimeve pa leje në Bregdet në jug të vendit ka ndeshur me reagimin e fortë të pronarëve të objekteve në Drimadhes, të cilët për News 24 shprehen se nuk janë në dieni të një plani urbanistik për zonën, ndërkohë që sipas tyre prishjet po bëhen në mënyrë selektive. Madje denoncimi thellohet kur pronarët flasin për objektet që po prishen, ndërsa disponojnë leje ndërtimi. Është kollaj fare të rëzosh të prishësh. Po këto të gjitha godinat janë bërë me djersë, me gjak. Blihem një tokë me në bazë të rregullave, nxorëm letrat, nxorëm dokumentat, gjithçka. Ju ka ardhur shkres pavarësisht se keni le? Jo, asnjë lloj shkrese. Asnjë lloj shkrese. Bashkëtarëta nuk ka asnjë lloj shkrese. Po asgjë është transparente, askush nuk është informuar dhe mbi çfarë baza është ta do i shëmbin këto objekte dhe kush janë piketat e tyre ose mënyra se si do veprojnë për të shëmbur këto. Edhe ku është antilishmëria e këtyre objekteve, sepse objekti që është shëmbur aktualisht andaj tutje ishin me leje dhe në tokën aty ishin të lishëm. Kjo qeveri vjen e brish, do vinë qeveri nesër, o brishit të tjerëve, nuk ka më të investitorët. Kjo bie shi ose ikin njerëzit, futet i lukus, i thonë asaj si maca me miu. Ky shtet neve shikojmë që po bëjnë amnisti për ata që janë pa leje. Aq më tepër ne që jemi me leje, të prishim këto që janë me leje. Edhe nuk filuat nga vlora dukat, paras edhe pasaj të vinit këtu, po direkt në dërmi. Edhe ish kryebashkiaku i Himarës Vasil Bollano ka hedhur akuza se pas aksionit të Inuk fshihen prapa skena. Reagimi jonë është tepër i ashpër edhe i menjëhersh. Është një masakër e cila zhvillohet në komunitetin grek Himarës dhe kjo shef prapa skena të qëllimshme urbane. Ata të cilët i deuan shkatrimin urban dhe sot janë bashkëpunëtorët më të ngushtë të kryeministit, ata sot duan vendosin disiplinimin urban, gjoja për ta vendosur, por në thelb ata fshehin prapa skena, të cilat do t'i duket pas disa kohësh i gjithë ky problem se drejt ku po shkon. Në ditën e dytë të aksionit në Drimadhes nuk ka shembur 6 objekte, ndërkohë që pjesa më e madhe e pronarëve kanë bërë vetë çmontimet. Ditën e njëjtë pritet që Inuk të kalojë në pjesën e Dërmiut, ku do të shemben objekte betoni.